që aty filloj. Po, shkoj shkon zhvillimet, po. A kupton? Po. Kishim nevojë më shumë për mbrojtje se sa për arsim. Filloi projekti tjetër i fushës krejt tjetër, por kishte nevojë të shkollohen 20 instruktor të një anë dhe 20 instruktor të përgjimit të anmikun. Përgjimit të komunikimit elektronik. Po, në kuadër të atij projekti i kemi quajtur 20 plus 20. Dhe ka qenë shumë pjesa më e vështirë që ka qenë me jemnu këta. 20 edhe 20. 20 është dasht dikush një krah, e 20 tjerë. Unë nuk kam pas asnjë ide që këta ka një ndasi. Po flasim për krahët e luftës. Për dy krahët e luftës. Domethënë, nuk kisha idenë që unë tash të më marrë mirë, po u paraqit problem, po duhej me zgjedh atë problem, nuk edhe shkova në Londër. Kështu që kemi 20 ekspert të LDK-s dhe 20 ekspert të LPK-s, ose të UÇK-s dhe të Farkut. Po. Në Londër shkova për me caktu njerëzit. Edhe i takova një grup, edhe tjetrin, edhe tash më jam në emnat, mu qaq po edhe e kreva misionin. Paralelisht duhet porosit pajisjet, me i përgatit kuadrin, një herë me i porosit pajisjet, se kur të vinë, duhet me ditë me i përdorë. E kryem me sukses. Edhe tash është vështirë në kohët e sot më është me qu dikon me gjysë pasaporte në aeroportin e Istanbulit, e me shku ku duhej, edhe ishte detyrë që unë ja kisha ngarku vetës, s'ma kisha taktu kurkush. Atë projekt, unë vetëm se koordinohesha shumë afër me Bujar Bukoshin, që unë e quj kryeministër Trim, sepse ka qenë me të vërtet në gjithë kohën ka qenë i rrezikuar. Në tonë kohën sa nga shuman. Po, nga shuman. Tash unë këtë anën, një anë e kom ditë, po anën tjetër nuk kom pas ide se janë, po. Po fillimisht Serbia po natyrisht. Po pastaj ka pas edhe kundërshtar të brendshëm për fat keq. Kështu që i qumë, i përgatitëm, po jo vetëm që i dërguam njerëzit, por i dërgova një kolegi imi, edhe ai e lartë punën e vetë. Për të marrë me këtë çështje. Edhe koj me shumë dëshirë. Koj me u bë instruktor. Ai kishte instruktuar policinë e Stambollit, i Turqisë. Ai kishte përvojë shumë. Nahid Bejtullah është kolegu im i luftës edhe i paqes. Njëri prej inxhinierëve më të mirë që kemi pas në. Po, s'ka diskutim, absolutisht. I cili është përgjegjës për zhvillimin e radio-televizionit. Po, absolutisht. Në Kosovë. E tash, lufta mbaron para se ju t'i keni krejt njerëzit edhe pajisjet mrenda në Kosovë. Po. Dhe kështu që krejt çka keni bërë në trajnim ju vjen, po vjen mbas luftës, apo jo? Po, ata njerëz kanë qenë të lëvizjes. Po. Edhe kanë ardhur. Po. Edhe kanë mund me përdor çka kanë mund. Jo, nuk kanë pas pajisje. S'kan pas pajisje. Po. Mirë po, dhurata e parë që i ka ardhur PMK-s kanë qenë to pajisje. Sepse me ata njerëz ka hyrë pak a shumë, jo shumë legalisht. Në atë kohë ata njerëzit me të cilët bashkëpunojsha, që projektuam rrjetën tonë, që ishte një rrjetë super moderne,
për luftë gerile, ata nuk tha, këshilluan, tha, na ta pa e kry për këtë punë se len. Po. Tha, mos të qojmë poshtë pajisjet, edhe dhurata e parë që ka ardhur TMK-s, ja u kanë dorëzuar personave që është dashur me emrin i di, po nuk ka nevojë të përmend, edhe ju është dorëzuar dhurata e parë. Kur kush se ka përmend. Edhe mirë kanë bërë që se kanë përmend. Se kjo është çështjet e mbrojtjes nuk diskutohen në këto mënyra publike. Edhe plus nuk kemi pasur në shumë institucione mbikëqyrëse, kështu që ajo pajisje ka mund të përdorë në forma të ndryshme për cilat ndoshta s'është momenti të flasim. Po. Tash kjo është çka ka ndodhur. Po. Por në fundi i luftës dhe fillimi i lirisë në Kosovë sjell ty urgjentisht për të përmbyll pothuajse misionin tënd, se ti e fillon në vitin 68, tash ka ardhur koha e lirisë edhe ti duhet ta përgatisësh PTK-n për një Kosovë të pavarur. Edhe vjen këtu urgjentisht. Kur e kam lexuar, ndoshta në koha ditore kam lexuar, edhe thot u formue grupi për kthime punëtorëve në vendet e tyre të punës, në PTT. Kryetar Ismet Hamit. Unë kam qenë në lidhje të vazhdueshme me njerëz, natyrisht me kolegë të mi që kanë qenë shumë aktiv edhe shumë të angazhuar për çdo lëvizje që ka ndodhur në PTT, edhe për herë të parë mbroi friga. Unë si do të mundem me përballuar me sukses atë që presin ata, se ty e ditë se apetitet e atyne që kishin ardhur në formën e unmikut, e dreqit e të birit që kishe ardhur atje. Prej Pushkës e deri te unmiku. Po. Natyrisht pa prit, bleva biletën edhe u ktheva në Prishtinë. Është interesant se ti vjen si zyrtari i OKB-s, ish zyrtari i OKB-s, në moment ti e lën mo OKB-n. Jo ende, e di. Atë punë, po ti vjen me mbrojt Kosovën prej OKB-s. Po, është interesant. Kjo është shumë e vërtet. Është zhvilluar një dramë shumë e vështirë. Mas pari nuk na lejoshin një hynë ndërtesë. Po. Ndërtesë ishte ushtria e KFOR-it, na nuk kishim. Edhe thot, unë shkova bile me një ekip temin, po tha, nuk kam urdhën me ju lejua. Thash, a keni urdhën me më ndalua? E kuptoj që nuk vazhdon, nuk mund të vazhdojt, unë u ktheva. Edhe u krye ekipi. U krye gjithë ekipi. Duhet durimi madh. Unë ditën që erdha ban një veprim të madh. Unë i thash, kishim fillu bisedat me Telekomin Serb. Edhe duhej me çka bisedohej me ta, por unë nuk pranova. Unë nuk pranova atë ditë kur asnjëherë. Veç e pyeta, thash, më tregoni cili është kryesori këtu që ju e dini, thash që të takohem me te. Është një generali Baxter. Thash, me ate po du mu taku mas pari. Unë organizoj një darkë për ato edhe ty. Tha edhe takoni në shpiteme. Praktikisht në darkë është vendos, është paraqitur skema si do të bëhet, si do ta bëjmë. Edhe mes tjerash, për shembull, ishte çështja e bisedave me Serbinë, me Telekomin Serb.
takimi që ju po e kërkoni është një poshtnim. E përdora fjalën poshtnim, sepse vërtet të bisedojsh me atë që mbas asaj, gjithë asaj që kishim përjetuar, ishte një poshtnim për secilin prej nesh. Edhe ndërhyri ai, pa jo, tha, unë s'dua me ju poshtnu ju. Anuloj, tha, mbledhe. Anuloj mbledhe, o anuloj. Dhe kjo ka qenë e fundit që kom dëgjuar kërkesë prej ti për të takim. Mirë, e dim që me sukses e ke fillu edhe ke qenë jashtëzakonisht insistues te Vala 900 që të mos lidhet me... Jo, duhet me thonë do detalet vogla. Për shembull, kemi diskutuar shumë çështje mes tjerash edhe punëtorëve. Propozoj të kemi çështje humane. A pajtoheni jo që punëtorët që para një dekade në atë kohë që ishin deri jashtë, janë zjerë jashtë vetëm për motive etnike, politike. Politike. A ka qenë pa drejt? Thot po. Thot tash me i nxjerrë këta punëtorë që janë këto, me i nxjerrë jashtë, a është e pa drejt? A është e viktimi, do t'jene dhe ata viktima, në lloj, tha po. Atëherë kështu. Ti konsiderojmë të gjithë viktimët. Ti konsiderojmë edhe të nxjerrim jashtë. Janë të gjithë jashtë, një kategori. Dhe të hapin një zyre që të regjistrohen si punëtor të PTK. Kjo ishte me rëndësi. Po tha, kjo është e drejtë. Kreo identitet i ri juridik. Unë zyren kom me hap që nesër, edhe ata mund të regjistrohen. Natyrisht, unë e disha se ata e numëroshin vetin punëtor telekomit të Serbisë, që nuk do të regjistrohen ata. Unë e disha, por është e drejtë. Është e drejtë e tyre, parimi i drejtësisë.